Bile më mirë kështu ujë përpara dhe ne agjërushëm se prekim dot. Ajo është sfidë e madhe. Sfidë e madhe. Ky emision mundësohet nga Brunes, Eurolab, Ujë Selita. Fly me to the moon, let me play among the stars. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Gati? Çdo i ftuar është special, por ky sonte është vërtet një nga të ftuarit më special që kemi patur në emision, sepse është shumë i dashur për gjithë ju, është shumë i dashur edhe për mua personalisht, është një personazh që ka krijuar një profil publik shumë të njohur përmes besimit islam, por jo vetëm, edhe për shkak të komunikimit të tij që ka rregullisht me publikun, edhe në rrjetet sociale, besoj mund ta keni kuptuar për kë bëhet fjalë. Bëhet fjalë për imamin Ahmet Kalaja. Faleminderit që jeni me ne. Mirë se vjen. Kënaqësi e madhe që do të bisedojmë sot për të folur për muajin e adhurueshëm të Ramazanit. Ka nisur Ramazani, uroj një muaj të mbar ty dhe gjithë besimtarëve musliman. Për të gjithë qofti mbar e qofti bekuar. Si nis Ramazani? Pra, domethënë, nëse ka një rit specifik për gjithë besimtarët. Atëherë muaji i Ramazanit është muaji në cilin besimtarët agjërojnë, domethënë nuk ju lejohet nga agimi, le të themi, po ta përkthejmë termin e sotshëm, nga ora 5 ka qenë sot pra, deri në 5 pas ditës, ose 5 e gjysmë pas ditës, nuk i lejohet që as të hajnë, as të pinë, dhe as të kryejnë marrëdhënie bashkëshortore, në këtë kohë në ditës, ndërsa natën pastaj çdo gjë është e lejuar. Kështu që ky është, domethënë, si rit, domethënë, ndërsa si agjërim, si koncept, nuk është vetëm i profetit Muhammed që e solli, po edhe profetët e tjerë e kanë pas, ndoshta metodika mund të ketë ndryshuar, po e kanë pas. Baza është e njëjtë. Po, baza është e njëjtë. Mund të të pyes pak në fillim të kësaj bisede, si e lidhur ti personalisht me besimin? Nga dyshimet. Domethënë, unë kam qenë student gjimnazist, bëhet fjalë nga 9 vjeta, sa pati rënë sistemi, 90-91, diçka e tillë. Edhe pyetjet ekzistenciale. Për çfarë jemi, për çfarë bëjmë, cili është misioni i njeriu, çfarë kuptimi ka jeta, ja për shembull, prindrit e mi janë martuar dhe kemi ardhur ne në jetë, unë do të martohem, do sjell fëmijë në jetë. Domethënë cikli jetësor, pastaj çfarë? Cila ishte përgjigjja që merrje? Nuk gjeja dot përgjigje, derisa arrita me një shokun tim, kemi qenë shok, ai shkonte në medrese, unë shkoja në gjimnaz. Mora librat e tij një ditë, i thasha më lër një librat e tu ti lexoj për qejf, për kuriozitet. Edhe aty pastaj mu hapën disa, le të themi, dritare të reja, ku gjeta disa përgjigje që si kisha menduar ndonjëherë. Pastaj i lutëm atij shokut tim mi lej disa ditë librat. Edhe pastaj mora vendimin kështu drastik, do të lej gjimnazin, do të vazhdoj medresen. Po, merr ndonjëherë njeriu një përgjigje ose besimtari një përgjigje që besimi i përkthehet, pra që ai besimi i madh që ai ka është aty. E veçanta e besimit është kjo, sepse të jep një lloj vizioni dhe një lloj drite dhe një lloj dritare që ti nuk e gjen. Sado që ti jesh i famshëm, sado që ti kesh pushtet, sado që ti kesh para, sado që të jesh dikush, domethënë në këtë botë, besimi të hap disa dritare të reja që janë shumë më të forta dhe më të fuqishme dhe më inspiruese për të ndjerë më komod me jetën se sa çdo gjë tjetër. Do të thënë, është puna e shpirtit. E ke parasysh, ne përbëhemi nga trupi dhe nga shpirti. Ne për trupin ton kujdesemi, kushtojmë rëndësi dhe gjithçka, ndërkohë që pjesa e shpirti nuk ngopet as me para, as me çfarëdo që të bëjë njeriu, domethënë shpirti ka nevojë për diçka tjetër, ka nevojë për krijuesin e vet. Ka patur një moment gjatë jetës tënde që
e vërtetove që Zoti Allahu është aty gjithë kohës. Domethënë, ai besimi është gjithmonë, po një moment specifik që ti ke thënë një ngjarje, një moment që Ka shumë momente. Vetëm një gjë dua të them ty. Po. Zemrat që kemi në trupin tonë, për shembull. Vetëm kaq mendoj njëri. Nëse ajo do të ecte me trurin dhe me mendjen, ajo po më pon edhe kur ne jemi në gjumë, edhe kur ne trembemi, edhe kur ne friksohemi, edhe kur ne gëzohemi. Fakti që kjo gjëja funksionon kaq mrekullueshëm, e pa orientuar nga truri dhe mendja e njeriu, është fakti i mjaftueshëm që njeriu të kuptojë se. Do të jap një shembull shumë interesant. Kam pas një bisedë me një ateist. Edhe i thash pse besove. Se pranoj erdhi një moment deklaroi futi në Islam. Thash pse? Tha Qeliza. Student ekselent tek zonë e Këshillit të Mirë. Qeliza tha u bë shkaku që unë besova në Zot sepse është e pamundur që një qeliz të jetë rastësi. perfeksioni si është ndërtuar. Një rast tjetër kam pas një bisedë tjetër me një ateist që nuk besonte në shpirt. Po. Edhe këtë e kishte sprovuar Zoti, jati kishte ndruar jetë. Dhe javë për javë shkonte tek varri dhe vizitonte. I thash o vëlla, ti je ateist. Po. Pse shkon tek varri babait, ai ka vdek. Për çfarë shkon? Për çfarë shkon atje? Për Zotin, kemi qenë aty përballë xhamis. Tha ma përsëri dhe herë pyetjen, tha mua. Thash pse shko? Ai ka vdek, tani ka marr fund, sipas ateizmit. Po, se më qëse s'beson, po. Po pse më tha mu shkoj? Ai tani më pyeti mua. Po tha shpirti më vëlla, shpirti jot kërkon shpirtin e babit. Apo ngel, tha ke drejt. Kështu që njeriu ka shumë momente në jetë që mund ta kuptoj dhe mund ta dëshmoj Ekzistencën e besimit. Si rodhi jeta jote më pas, për ata që nuk e din? Pastaj lash gjimnazin, vazhdova medresen, pastaj nxënësit më të mirë të medreseve i përzgjodhen dhe shkuam në Siri. Bëhet fjalë 93-97. Okej. Pastaj nga Siria në Arabinë Saudite, në Medinë, në vendin ku ka jetuar profeti Muhammed a.s. Edhe aty kam jetuar pastaj 4 vjet, pastaj në 2001 jam kthyer. Dhe ke qëndruar, nuk i larguar më? Jo, nuk kam larguar. Kam vazhduar këtu pastaj studimet pas universitare, kam mbaruar doktoraturën këtu. Ndërtove familjen këtu? Jo, faktikisht 2 fëmijë më kanë lindur në Medinë. Pra, goca e madhe Atizhja edhe çuni i madh Abdulrahman më kanë lindur në Medinë. Okej. Po. Këtu pastaj kam ardhur me fëmijë këtej domethënë. Po. Ke diçka që të ka mbetur, domethënë në besim, ekziston pengu? Domethënë ka diçka që do doja ta kishe bërë ndryshe në këtë fazë të jetës? Ne kemi diçka në ato kushtet e besimit që quhet caktimi ose kaderi i Zotit. Pra njeriu mund të ketë shumë pengje në jetë, mirë po mas 5 viteve ose 10 vite zbulon se kjo gjëja që është bërë sipas vullnetit të Zotit ka qenë më e mirë për njeriu se çfarë ka menduar ai për jetën e tij. Shumë herë na ndodh kështu. Shumë lutemi për diçka, nuk realizohet. Zoti na çon diku tjetër, po ne më vonë kuptojmë se kjo pas ka qenë më e mirë për ne se sa zgjedhja jote. Domethënë çdo gjë që na ndodh në jetë është vullneti i Zotit. Edhe është në të mirën tonë faktikisht. Ka një fjalë bukur një prej kollozëve të hershëm, thotë kështu, sikur njeriu t'i jepej mundësia ta shkruante vetë fatin e tij. Dhe anash kishte fatin që Zoti ka shkruar për të, do të zgjidhte të kopionte fatin që Zoti ka shkruar për të. Domethënë, sipas kësaj logjike të besimit që ju po thoni, nuk ja vlen të mërzitesh në jetë. Po. Domethënë, kuptimi që sido që rrjedha jote të shkojë, po. Të dyja, as gëzimi i tepruar nuk është fort i pëlqyer, domethënë, ose harxhimi i tepërt për shkak të një gëzimi etj. Rrit tek mesatarja, tek e mesmja, po edhe hidhrimi i tepërt ose njeriu dëgjoj mërzitet. Tha profeti i Zotit, si qan ti, si i kishte vdek djali. Edhe po qante, normalisht i rridhin lotët. Tha, po ti je profet në fjalë të beso se Zot. Tha, unë jam njeri, tha, dhe Zoti mëshirën e ka vendosur në zemrën time. Pra është normale që njeriu të qaj kur është për të qarë, por pa e egzageruar. Gjithë problemi është që njeriu as në hidhrim dhe në pikëllim nuk duhet ta egzageroj, po edhe në gëzim nuk ka pse ta egzageroj, pa trit tek e mesmi. A ka një krizë morale sot në shoqëri? Do të të pyesja, shikon e vëre në mesazhet që të vinë, në komentet që ke? Jo, ne shohim trendi faktikisht. Ne jetojmë në një periudhë postmoderniste dhe postmodernizmi, le të themi, sikur e ka zët familjen, sikur e ka zët krijimin e familjes, sikur nuk do që njerëzit të jenë të mbrojtur nga tradita, nga kultura, nga familja, nga feja dhe besimi. Do njerëz, individ, të shkëputur dhe të cilët funksionojnë në bazë të një, le të themi, sistemi të caktuar
domethënë sikur familja është barr, sikur feja dhe besimi është barr, sikur kultura dhe tradita është barr, robot, po që janë njerëz faktikisht. Faktikisht feja dhe besimi është kundër kësaj gjëje, sepse ushqen dashurinë për familjen, ushqen jetën bashkëtorë dhe krijimin e familjeve, ushqen të jetuarin le të themi në bashkësi, jo komunitet, në individualizmin. Dhe normalisht kjo është sfida më e madhe. Pra ka një krizë, në themi që është një lloj krize që besimi ndikon për ta përmirësuar, po themi këtë krizë dhe kjo vetëm të mendosh për shembull, muslimani duhet shkojë në xhami një herë në javë, minimalisht. Fakti që ti je i detyruar të minimalisht një herë në javë të mbledhësh 2000 veta bashkë, 3000 veta bashkë, po mirë, atëre logjika ose Bajrami, se prandaj duhet të dalë iftari ose syfyri. Fakti që po shtohet numri besimtarëve, ka një shtim numri besimtarëve musliman, tregon kjo për një mundësi ku ata e shohin veten më shumë për të bashkuar në këto komunitete? Po, është e vërtetë dhe është edhe një përgjigje se tani nëse ne deri dje për shembull thoshim që njerëzit shkojnë në xhami se japin ushqim ose për të ngrënë. Po. Ka ikë më kjo fazë, njerëzit vinë në xhami sepse ose në objektet të kultit sepse aty gjejnë atë që unë thash pak më herët, një përgjigje që se gjejnë dot askund. Ndërkohë shoh shumë të rinj nëpër xhami. Po. Edhe rini studentore, jo thjesht rini. Si shpjegohet? Ta thash atë rastin. Po. Domethënë njeriu sa më shumë studioj, njeriu sa më shumë tulumtoj, do të gjejë disa gjëra që nuk kanë përgjigje. Feja dhe besimi nuk lënë gjë pa përgjigje. Çfarë ndodh mas vdekjes? Çfarë ndodh me shpirtin e njeriu? Njerëzit domethënë që kanë ndruar jetë, a mund të takohen me ta? Tani, a mund të kem kontaktin me prindërit e mi edhe pse ata kanë ndruar jetë? Këto gjëra nuk ka gjen përgjigje askund përveç se në fe dhe në besim. A ekspozohet feja në rrjetet sociale ndonjëherë me tepri në kuptimin e kam fjalën për shumë besimtarë që shkojnë në xhami dhe e tregojnë që kanë qenë të pranishëm. Është kjo një mënyrë? Ky është trendi i kohës, nuk është për shembull se vetëm këta të xhamisë, edhe ata të kishës, po edhe ata të biznesit. Po, e vërtet, sidomos në kisha është dhe më shumë se ti kur hyn për kisha nëpër botë, po. Kështu që mendoj që është trendi i kohës, nuk është thjesht komercializëm, po është dhe trendi i kohës. Domethënë, njeriu nuk rrin dot pa celular sot. Jo, sot janë edhe ne sot. Po, mund të harrosh gjithçka për shembull, ishim më Berat në një takim atje. Edhe dikush prej grupit aty harroi celularin. Edhe thati po thash lëre nëse do të vi vetë mos e vrit lëndin. Është vetë një gjë. Do kujtohet vetë. Do të kujtohet vetë. Nuk rrin dot njerëzit. Trendi, domethënë është trendi i tillë. Po agjërimi, është kthyer te agjërimi meqense kemi hyrë në Ramazan në lloj trendi. Shqiptarët në përgjithësi agjërimin e kanë pas si traditë. Namazin, pra faljen e kanë pas çik më të largët, ndërsa agjërimi është bërë në përgjithësi. Për shembull, unë kam arritur edhe pse isha në një familje le të themi komuniste, po, të agjëronte. Nëna ime, mami pra agjëronte, ija, gjyshja pra agjëronte, nëndaja nga krau tjetër agjëronte, tezet, hallat agjëroshin. Gjithë praktikisht. Nusit e xhajës agjëroshin. Bëhet fjalë kohën e Enverit, po. Sepse unë jam i 77-s. Po. Domethënë i kam arrit ta njerëz që agjëronin, pra agjërimi ka qenë si kulturë, ka pas mbet agjërimi. Namazi pra falja. Po tani është kthyer edhe në trend, mbase e shohin edhe si një vlerë për fizikun, për pastrimin fizik, domethënë. Është bërë ajo fasting i famshëm se dhe ajo agjërimi është po ta mendosh. Po, është e vërtet, po prapë e di çfarë ka të veçantë agjërimi ka diçka që ose për shembull ka njerëz që agjërojnë vetëm për nat kadri. Mirë, po çfarë ndodh? Ai ndjen diçka aty që s'e kanë tjerë në një moment tjetër, sepse njeriu pastrohet. Ka nevojë, po jo vetëm pastrim, po ka nevojë edhe për një moment reflektimi edhe një lloj sakrifice. Pra ti kur nuk kanë dhe nuk pin, po e bën për Zotin, po e bën për Zotin. Edhe kjo të jep një lloj shije, të jep një lloj të lëshon një lloj nuance brenda vetes tënde që njeriu thotë prit ta provoj edhe pak më shumë. Pra unë di njerëz që kanë filluar me natën e kadrit ta agjërojnë ose kanë agjëruar për kuriozitet. Pastaj vitin tjetër kanë thënë po agjëroja 10 ditë. Jo, dhe unë jam rritur në një familje, unë jam musliman, jam rritur në një familje ku gjyshja jon thoshte po agjërove natën e kadrit, thoshte zëre se ke agjëruar. Dhe ne ishim fëmijë të vegjël dhe tentonim, por nuk e di se herë mbanim, herë s'e mbanim. Edhe e mbajmë këtë shprehjen që po ke mbajtur natën e kadrit e ke agjëruar. Po shumë njerëz domethënë kështu e fillojnë edhe domethënë shijojnë diçka, ndjejnë diçka, edhe duan që kjo ndjesia ti shumëzohet me ditë të tjera dhe kushtojnë më shumë. Kur prishet agjërimi? Ato rregullat bazë që prishin agjërimin. Po, atëherë që të prishet agjërimi duhet të ketë dy kritere, duhet të kesh dëshirën për ta prishur. Se nëse unë tani jemi me agjërim, nëse unë hap shishën
Jo, Ti mund ta hapësh, po nuk e pi. Lejohet për aktrim, lejohet. Po. Atëherë nëse unë pa dashje, Po. pa qëllim, Po. e hap shishin ujit, ke hap do ta kursesh ti, që tu më sa. Jo, e kisha fjalën se mos prishet agjërimi. Atëherë, Se për të zezë do të fjalë. por nuk është dëshira për ta prishur, pra njeriu bën gabimisht nuk i prishet. Okej. Edhe nëse han, edhe nëse pin, madje profeti alayhis salam tha, nëse dikush për jush han ose pin duke qenë agjërueshëm, mos ta prishi ditën e agjërimit se Zoti ja ka bërë dhuratë. Pra përderisa e bëre pa dashje, Jo, unë mbaj mend të që kur ti e pije ujë pa edhe harroje, nuk quhesh e pra. nuk quhet quhesh i prishje. prishur, po. Nuk quhet i prishur. Pra Zoti e ka ushqyer dhe ja ka dhënë bërë si dhuratë. Kur e bën në qëllim, Bravo, kushti i parë, pra që quhet e prishur, duhet të jetë e qëllimshme. Okej. Do ta bësh vetë me vetdije. Po. Dhe kushti i dytë duhet të depërtoj gjëja nëpërmjet rrugëve të ushqyerit. Okej. Pra, nëse unë për shembull marr vaksinë, nuk prishet. Nuk prishet. Nëse unë për shembull, ku e di unë, marr një ilaç, Po ilaçet, nuk e prishin. po nëse i pi nga Nëse i pin, po. prishet. Ama nëse të njëjtin ilaç ti e bën merr njerëzit që nëpërmjet kanë- po njerëzit që injeksionit, kanë nuk nevojë prishet. që të marrin mbarëna nuk agjërojnë, apo? Po. Atëherë ai i smuri, kemi 3 stade të smurit. Po. Smundje që njeriu mund ta përballojë. Për shembull, themi një dhimbje koke e lehtë. Ne themi një dhimbje duhet dhëmbje e sakrifikosh lehtë. për këtë, ta durosh, okay. Atëherë ky s'ka tolerancë, ky do ta mbaj. Kemi dhimbje të cilat njeriu, domethënë, normalisht duhet patjetër të evitojë efektin e tyre. Atëherë këtu kemi 2 lloj smundjesh, pra dyshi që është mund ta shtyjë agjërimin për më vonë. Ja kuptoj. Domethënë, këto 5 Ati ditë që bën do të marr plus, antibiotikun, pastaj 5 ditë plus. Kemi dhe smundjet të cilat janë të përhershme, siç janë për shembull smundjet e rënda diabeti apo tjera që njeriu jo vetëm në Ramazan që nuk e mban, po edhe mbas Ramazanit nuk e mban dot. Atëherë në këtë rast ushqen një të varfër për çdo ditë. Ah, okay. Domethënë, këtë vit është përcaktuar 4000 lekë të vjetra ose 400 lekë të reja për çdo ditë që nuk agjeron dot, për njerëzit që s'kan mundësi. Pra gjithë ideja është, siç e tha Zoti në Kur'an, Zoti nëpërmjet agjerimit nuk deshi t'ju vej juve në lëndim ose në vështirësi. S'ke mundësi, agjero më agjero më vonë. vonë. Pas më vonë nuk ka mundësi. S'ka problem, paguaj. Do me thënë, Ushqimin cili e është varfër. komenti yt për njerëzit që thonë, pse agjërove një vit edhe u pastrove nga të gjitha, po themi ato mëkatet apo problematikat morale etj etj. Gjë, nuk është kusht të pastrohesh tërësisht, mund të pastrohesh pjesërisht. Po. Është një fillim i mirë. Absolutisht, po është një shenjë i mirë. Do të thonë, është një moment reflektimi, sepse agjërimi ne po flasim për pjesën mekanike të agjërimit, po kemi edhe pjesën shpirtërore, që është fakti që njeriu reflekton, që njeriu pendohet, që njeriu, do të thonë, Pra, do me thënë, është pastrohet vetëm fiziku apo dhe morali? Ecën të dyja, do me thënë. ideja është tek karakteri, tek morali, tek bota e mëkateve dhe e gjunaheve. Ka shumë njerëz cilët kanë qenë o Zoti i madh çfarë kanë qenë, kanë filluar të falen, kanë filluar të agjërojnë, kanë heqë dorë nga gjithçka. Sepse ajo të ndihmon shumë. Sepse vartësinë e krijuar tek e keqja apo tek gabimi ti gjen një moment që ke mundësi të shkëputesh dhe krijosh një vartësi të re. Po këto vajzat për shkak që po themi janë të ekspozuara në jetë publike, kanë angazhime publike nëpër Instagram, nëpër rrjetet sociale dhe thonë agjëroj për shembull. Shumë mirë. Po, do me thonë, ka një debat për këtë që si agjeron ti kur ti je për shumë shfaqesh gjysmë e zhveshur ose gjysmë e pambuluar. Po më mirë, le të themi, më mirë e zhveshur dhe me agjerim se sa e zhveshur dhe pa agjerim. Po. Kjo është plus. Po pra, si themi, më mirë një mëkatar që agjeron se sa një mëkatar që nuk agjeron. Kështu që le ta shohim pozitivisht, është gjë pozitive. Çdo gjë duhet pa pozitivisht. Po vajzat e veshura, gratë zonjat e veshura që po prapë ekspozojnë shumë, për shembull, edhe në rrjetet sociale, komentojnë. Trendi shoqëror. Ndodh në gjithë botën. Ndodh në gjithë botën, pa nuk është rast. Ne jemi habitur ose ne habitemi se shoqëria shqiptare nuk është e përgatitur për parë një gocë shami që le themi ka për gjithë përfshirjen rrjetet sociale, po. Po ndonjëherë ekspozimi i luksit të tepërt për shembull është një prishje e rregullave të bazë të besimit. Ja, disi është puna, unë mendoj që nuk është influencierët në përgjithësi e kanë këtë dobësi që është brenda familjes së tyre. Po, është brenda sëmundjes së influencierëve në përgjithësi. Pra nuk është rasti se kjo me shami e bën këtë, po të shohë një influencier tjetër që është pa shami, që ka arrit një stad, e njëjta gjë domethënë është. Pra thjesht
Këtu është dallimi se është shamia. Nëse po, kam pak presion nga shoqëria dhe shoqëria i bën pa presion që ti që je mbuluar nuk duhet bësh këtë. Po, nuk duhet bësh të jetë, ndërkohë që është më se normale sot në botë edhe firmat më të njohura. Sidomos ne që kemi problem gjenetik. Po. Që do të ndryjmë patjetër në jetën e tjetrit. Pra, do me thënë, nëse njëri nuk agjeron, por është i ndershëm, a është më pak i vlefshëm para Zotit? Dgjoj, këto krahasimet janë si ato mesazhet që janë interesante. Po nuk i kam lexuar. Sepse shihet sikur, domethënë, një që është i ndershëm por nuk agjeron. Domethënë, po ai thotë për shkak jam i ndershëm, jam i rregullt, bëj një. Atëherë unë them kështu, një i ndershëm që agjeron është më pak i mirë se sa një i ndershëm një i ndershëm që nuk agjeron. Pra, pyetja ishte, s'është pak nga zonë pyetja. Nëse një njeri nuk agjeron, por është i ndershëm. Është i ndershëm, është i rregullt. A është më pak i vlefshëm para Zotit? Jo, nuk është më pak i vlefshëm, por kjo nuk do të thotë që është si ky tjetri. Po. Ne themi duhet të kemi një agjërues që është i ndershëm. Ky është më i miri. Ai është shembulli më i mirë që kemi. Këtë duam të arrijmë. Përpara. Ama nëse është një agjërues, por nuk është i ndershëm, agjërimi i tij nuk e ka shpërblimin e plotë. Ja kuptoj. Absolutisht. Sepse t'jap një shembull, profeti alayhis salam tha, agjërimi i vërtet e mbron njeriu nga çdo gjë që është e ligë dhe e shëmtuar. Pa një agjërues i vërtet heq dorë vëlla s'ka. Po Zoti e fal atë që nuk agjeron. Në kuptimin që është tani mëshira e Zotit s'ka kufi o burr. Jo, kam fjalën që domethënë se dëgjoj shpesh për shumë njerëz që ndonjëherë ata që agjerojnë, shikon, ndonjëherë ata që agjerojnë, besimtarë, do them, ndonjëherë dhe ata bëhen kritikues ndaj atyre që nuk agjerojnë, dhe thonë pse ju bëni gabime dhe tjera. Ne nuk do të merremi me këtë pjesë, pra me kuptimin ti nëse do që dikush të bëhet i mirë këshilloje, po jo ta gjykosh, se gjykimin e bën vetëm Zoti. Të gjykojë mbi njeriu ka drejt vetëm Zoti. Ti ke drejt ta këshillosh, ta orientosh. Ndërsa thosh që ju jeni kështu, është problem. Se dua dal pak edhe tek komentet që dhe ligjërata jote publike që është më shumë vend. Shpeshherë të vinë nga këto pyetje, se vinë çuditëra aty te ty, po s'vin. Kur i mbledh dhe i percepton gjithë pyetjet, çfarë kupton, domethënë, çfarë? Kuptoj që ne kemi ne si popull themi që kemi dy probleme kryesore. Problemi i parë që kemi ne si popull janë besytnit, janë shumë të përhapura, nuk e di nga na kanë ardhur ose nga na kanë mbetur. Dhe problemi i dytë është krahasueshmëria. Ne e krahasojmë veten tonë me tjetrin ose merremi shumë me tjetrin. E vërtet. Po besytni. Çdo gjë që buron nga tjetri, jemi gati ta komentojmë, jemi gati ta bulizojmë, jemi gati ta paragjykojmë çdo gjë që e bën tjetri. Ndoshta na e bën fëmia jonë, që shtëpia jonë nuk e shohim fare, domethënë tek tjetri. Kur e bën tjetri absolutisht. Po besytni të kujt lloji për shembull. Ja, për shembull, tu ka thuj pasyra makinës ty për shembull. Po, ose ka kalu mace azez para, ku kishin duke ecë rrugës. A të këtij lloji, po, ose të këtij lloji shumë përhapura. Mos qep natën filan ditë, x ditë, y ditë. Po janë këto përcaktuar të gjitha në pak a shumë në fe, kanë. Feja ka thonë të gjitha besytnit kryq. Kështu që njerëzit nuk duhet të fiksohen në këtë pjesë dhe nuk duhet të ngecen. Po. Ka ndonjë kështu mesazh që vërtet bën shumë për të qeshur, ti qesh në fakt aty. Nuk është se ruhesh shumë nga kjo pjesë e batutave. Mesazhet më interesante janë mesazhet e vjerave dhe të nuseve. Për njëra tjetrën. Shkoj ditë keqëm. E thotë me atë ke shtëpia, kishte dalë nona ti në balkon. Me të kalaje. E ma kraun e nuseve forti. Thashë po boni ju pyetje të ma kraun tuaj. Kurse më e forta ka qenë duke u kthyer herë në Tiranë, merr i kru nga pas plakën vjetër nga Elbasani. Po bite telefoni shumë shpesh. Edhe e hapën telefonin. Me të kalaje? Po e thashun. Tha mu tha, djotha, sa janë nusja ime, tha që ta ka bo të pytin. A tani, me sa duket ka mendu, që një nga pytit e ka bo nusja e sa. Se jo, i ka shkumenja të nusja vetë, se mund t'janë shumë nuse që e ka në thallë. Po, i thashë, s'ka problem nonë, të është bojë ti i pytje, si që ke diversionin ta, se ja regullojnë nusës tate e në tjetër. Ndihesh mirë në këtë koment, në këtë pjesën e komenteve të... E marrë kështu, e marrë me knajsi, do më thënë e marrë, sepse njëzit kanë hapë. Si ka nisur? E mban në momentin si nisi... Po, unë kur kam marrë në Shqipëri, do më thënë, kam pas majtë ligjërata, po një ditë, një javë, e kam pas pyetje përgjigje. Ka qenë atë kohë, shkrushin njerëzit me letër pyetjet,
dhe unë i lexoja, po të futesh në YouTube janë disa pyetje me letër, është një mal me letra aty para meje, Shkruara me dorë, po. të shkruara me dorë. Me kalimin e kohës, Po tani. kanë kaluar mesazhet Digjitale. dhe i përzgjedh për shembull të mesazhet më tipike, më interesante, po edhe që dua të godasun një fenomen Sa të dhe ti e dallon pak a shumë çka godet. Ja bërë dhe ti. Je bërë dhe ti shejtan. Dhe në fakt qillojnë gjitha janë të goditura pak a shumë. Interesante. E bukur është edhe pjesa e mënyrës si i shpjegon. Faktikisht mundohem të jem kështu vetvetja, të jem i natyrshëm, se funksionon më mirë domethënë. Sepse kemi një fjalë bukur që thotë kur del nga zemra gjëja, godet në zemër. Po filloj njëu ta këtroje të bëj. Po, nuk ajo origjinaliteti duket. A është postimi i ushqimit në rrjetet sociale një shenjë jo Nuk është e këshillueshme? Nuk është e këshillueshme. Përveç se kur ndodh spontanisht. Pra, për shembull, jemi në një iftar, me që është hoxha aty apo dikush tjetër bëhet një foto, okay. Po jo kur e qëllimisht me tregu. Kur bëhet qëllimisht nuk është e këshillueshme për dy arsye. E para, fakti që për çfarë bën këtë gjë, në fjalë çfarë do të tregosh, dhe e dyta është puna e mësyshit. Ne besojmë tek mësyshi, goditja e mësyshit. Ka njerëz o vëlla që ndoshta edhe jo nga urrëtia ose smira ose krahasueshmëria, po ndoshta edhe nga habia të godasin, edhe ka shumë njerëz që marrin mësysh. Shumë normalitete në jetë, shumë suksese në jetë. Që ty duken normale, po për tjerët janë mësyshja. Jo dua të them, domethënë, dole ti në rrjet me diçka që mahnite dikë, mund të goditesh. E qartë. Po mirë bie mos tregojmë tani ç'a bën. Jo, me kujdes. Me kujdes. Me karar kur i thon, nuk ka pse një çdo gjë. Për shembull, ekspozimi i fëmijëve nuk është fort i pëlqyeshëm fare. Ekspozimi i fëmijëve. Për këtë shumë çifte nuk duan që t'i tregojnë, nuk i nxjerrin fare, apo edhe për arsye të tjera, për të mirë është që mos më ekspozuar shumë. Edhe mirësitë, negativ. Po më që hape këtë temën se ka kurështi në fakt. Çfarë syri keq që thon? Syri keq është energjia negative, që ka çdo një. Ne kemi brenda nesh energji pozitive dhe negative. Po. Për shkak mërzitjeve gjëra krijohet negativja, për shkak të le të themi jetës mbar krijohet pozitivja dhe njeriu ka të dyja brenda. Në momentet caktuara nga habitja ose nga zilia shkarkohet njëra prej tyre. O pozitive o negative. Po. Edhe godet personin, godet suksesin, godet mjetin, godet shtëpinë, godet diçka. Dhe prandaj thonë që më kapi syri, sepse është godit. Është godit nga diçka. Tani feja dhe besimi e njeh këtë gjë, po edhe me shkencë është vërtetuar që çdo njeri ka energji brenda vetes tij. Isha me një hoxh të njohur, edhe më tha kam qenë pa qejf, Zoti shërof. Thashun si është problemi? Sa ishte problemi? Tha zemra, prandaj thashun zemra është çudi. Zemra merr ka furnizim elektrik nga trupi që punon. Është pompa jo. Si punon, si funksionon. Merr pas ka 3 rrymë. Këti hoxhës ishin fikur, 2 i punonte vetëm me 1. Tani argument për këtë, ke parasysh kur njeriu kalon gjendje vdekje klinike, me çfarë godasin? Elektroshok, po. Ka nevojë për ndezje, e ke parasysh, ka nevojë të ndizet edhe një herë motori. Kjo është ajo energjia që unë po flas për të. E kuptoj. Pra çdo njeri e ka brenda tij. Si mbrohemi nga kjo? Me përmend Zotin. Pra, u habite me diçka të thuj mashallah ose bismillah ose përmend Zotin. Po. Mos mos ja bëj kështu. Si mbrohet personi që mund të preket, po them. A personi që mund të preket? Apo thjesht mos e ekspozohet? Mos e ekspozoj shumë. Tregohet se njëri për shokëve të profetit. Prandaj thonë që mos ja tregohet asnjëriu një gjë kur do të bësh diçka për shembull. Mos ja tregohet asnjëriu derisa të bëhet ose detaj. Profeti alayhis salam tha, nëse doni të keni sukses me projektet tuaja, mbajini sekret. Kurrim dot ne, sa rigoja. Po çfarë ndodh? E ke dëgjuar atë vjedhja e projekteve? Si që do të thonë, unë ta them ty, ti... Po. Për shofu që e ke fillu të para me. Po, ajo ndodh shpesh, po. Kështu që më mirë... Mos fol, edhe mos ekspozo. Mos vazhdo, ec përpara. Se harrova ta them, njëri për shokëve të profetit, halifi i 3 Othmani, konsiderohej në atë kohë miliarder, pra që shumë pasanik i madh. Thotë fëmijët e vegjël kur i nxirrte, i bënte pis me diçka. Po. Edhe i nxirrte. Që njerëzit fokusoheshin, që ka pis. Problematika dhe mos merreshin me çfarë ndodh mbas agjërimit? Ta këtë njerëz mund të Atëherë, agjërohet gjatë ditës, le të themi, njeriu çfarë duhet bëj gjatë agjërimit? Të lexoj Kur'an, të bëj vepra të mira, të ushqej, domethënë të interesohet për njerëzit nevojë, të ketë kujdes të folur, mos flasë, mos çaj, mos të ofendoj, mos thotë bëra prej nervave, po para nervave është agjërimi që mos kesh nerva, që dulesh nervat.
Kur çelet pastaj darkët, normalisht që çelet me diçka, falet namazi i akşamit, pastaj falet teravia, pra është një falje speciale që bëhet në Ramazan, që quhet namazi i teravive. Jo 5 kohët që kemi në ditë, kjo është speciale me rastin e Ramazanit. Pastaj njeriu është i lirë deri në kohën e syfyrit. Një besimtar musliman që agjiron, nuk shkon në xhami se nuk ka mundësi ose nuk ka se quhet agjërimi? Po, quhet agjërimi. Edhe nëse s'falet i quhet agjërimi. I quhet agjërimi. Po, absolutisht. Sepse janë gjërat ndara. Pra unë nuk falem pa agjëroj, atëherë je agjërues pa namaz. Pra janë gjërat ndara. Tani mira është që edhe të falej dhe të agjëronte, po nëse nuk ka këtë, është okay. Marrëdhëniet bashkëtorë? Nga akşami deri në agim më shoj. Edhe kur nuk je martese po kështu apo? Jo, flasim martesë. Pse si e ka thënë? Ajo tjetra. Ai ka vetëm martesë. Martohu vlla, pëlqeu, vazhdo ec. Më duket se ka qenë një mesazh i joti që thoshte vdiq vjera, pastaj vjera. Me vjera i keti, me vjera, me nuse. Ç'mend? Është një mesazh që është shkëputur, ka shku 5 milion shikime. Vjen një pyetje thoshte kështu: Hoxha nderuar, vdiq vjera, pas një javë vdiq vjeri dhe na kanë thënë që të fusim kokë gjeli, ku dëgjon. Unë duke lexuar them kështu. Thotë Hoxha nderuar, më vdiq vjera, hajde fat, hajde të më. Po me shaka. Unë më njëherë ka pas situatë të rrestan fyllat, ato tani çka kanë bërë? E kanë bërë komplet pyetjen edhe 5 milion views. Çmendori është, ëh. Më shumë zonjat apo dhe burrat shkruajnë apo njësoj? Njësoj. Shkan pyetje nga më ndryshme. Po vlum pyetjet, ëh? Po, absolutisht. Ka shumë kurreshtë. Dhe unë kam problem profesional këtë punë në pyetje. E përzgjedh vet? Vet merrem. Po, sepse njerëzit kanë edhe gjëra që janë shumë private dhe s'dua që absolutisht i menaxhoj vetë, thonë. Kam përshtypjen që të vinë edhe mesazhe konfidenciale. Po, absolutisht po. Po, normalisht. Duan të ruajnë atë. Mu, domethënë shpesh më thon pse nuk i lën adminat të menaxhojnë edhe mesazhet, sepse për shembull ka shumë pyetje që janë dhënë përgjigjet më përpara. Po nuk e bëj këtë domethënë. Pa arrin të lexosh të gjitha? I lexon të gjitha apo? WhatsAppin e menaxhoj, domethënë ndoshta mund vonohem për shkak le të themi aktivitete ose angazhimeve, po e menaxhoj. Edhe Instagramin mundohem ta menaxhoj, kurse Facebookun pastaj nuk e menaxhoj. Ku të vinë më shumë pyetje? Më shumë pyetje vijnë në Facebook edhe në Instagram. Facebook dhe Instagram, se duhet të janë dy më përdorur. Pavarësisht ndoshta 700 deri në 800 pyetje në ditë vijnë. 700 deri në 800 pyetje në ditë? Përveç rasteve kur ka festa që vijnë 4000, 5000 sepse janë dhe urimet. Do të merrem dhe me urimet, pastaj do të ku i lexon dot? Domethënë 3 ditë të Bajramit zakonisht unë flej 2 orë natë. Sepse merrem vetëm me mesazhet, sepse e kam shumë bezdi të më çoj dikush një mesazh të mos i kthej përgjigje. Nuk më zën gjumin. Do pse u kthen të gjithë? Po. Jo. Mesazhet që vijnë në WhatsApp absolutisht. Çdo mesazh. Absolutisht po. Në Instagram ndoshta edhe nuk i kap të gjitha, po prap e kam fiksim, kurse në Facebook kam gjysore të lirë futen në Facebook, për ndryshe nuk merrem, domethënë sepse është e pamundur pastaj më marrë. Cilat janë pyetjet për agjërimin më të shpeshta që u bëjnë? Po puna e dhëmbëve për shembull, nëse shkoj rregulloj dhëmbët, nëse më del gjaku. Gjatë agjërimit. Po gjatë agjërimit. Normalisht që nuk prishet. Nuk prishet. Analizat. Okej. Diabetikët që kanë këtë insulinën, a e prish kur e marrin këtë, edhe nuk e prish kur e bësh. Po. Astma, ato pompat e astmës, edhe ato nuk e prishin. Okej. Ka pyetje edhe kështu për shembull kur qet flokët ta prishet, po normalisht nuk prishet s'ka lidhje fare. Kështu që pyetjet janë më të ndryshme, po këto janë le të themi pyetja e mjekësisë ose këto që kanë bën me mjekësinë janë pyetjet më të shumta që bëhen gjatë agjërimit. Një pyetje që edhe si gazetar në fakt është bërë ndër vite, po nuk kam marrë përgjigje, po politika e përdor ndonjëherë fen kështu këto iftaret që shtrohen. Po ta përdoren normalisht. Do ta përdoren. Edhe nuk ke çaj bën. Nuk ke çaj bën, është trendi i tillë, nuk është vetëm për agjërim. Ato i gjen kudo. Jo, është për çdo kështu, po ndonjëherë futet edhe aty futet. Normalisht. Nuk rrit dot po. Normalisht. Ta politikanët janë besimtar? Zotit. Si i shef Zoti këta apo si shef? S'ka dyshim që i shef Zoti. Ishte edhe Zoti i shef të gjitha. A janë besimtar apo këtë pastaj di ai. Po. Po agjërojnë? Ka politikanë që agjërojnë? Politikanë që agjërojnë, po. Dhe shumë njerëz të njohur kanë përshtypjen kanë filluar që të agjërojnë, kanë shtuar nga të gjitha fushat, nga arti, nga kultura, nga sporti, domethënë shumë, domethënë futbollistat, domethënë edhe të kombëtarës që i kemi çunat tonë, domethënë pjesa më e madhe aty agjiron.
Po ashtu edhe numri futbollistëve që agjërojnë në shtuar Po, edhe që falen dhe që agjërojnë. Po mund të luash ndërkohë që agjërushëm? Po, domethënë kjo futet tek profesionet e vështira. Si ja bëjnë ata që kanë profesione të vështira për agjërimin, për shembull janë ndërtuesit, ata që shtrojnë rrugët, futbollistat, si ja bëjnë? Si ja bëjnë? Ligji islamik për këtë është e nisin ditën si të gjithë të tjerët, Po. dhe në momentin që arrin në një fazë që se plotësojnë dot, e prishin. Dhe Edhe falen. këtë ditë, po, këtë ditë e kompensojnë më vonë në një kohë tjetër. Jo se dalin nga detyrimi plotësisht, po këtë ditë, për shembull, le të themi nga gjithë Ramazani ai arriti ta agjëroj 10 ditë, 20 si agjëroi dot. Atëherë këto 20 ditë duhet i kompensoj gjatë vitit. Do të gjej kohën që t'i kompensoj para Ramazanit tjetër. Çfarë thuhet kur bën diçka gabim për shkakun dhe duhet të thosh Zotit më fal? Direkt. Domethënë për gjërave interesante që ka Islami që është kthyer në trend është se ti komunikon drejt për drejt me Zotin, nuk ke nevojë për hoxhën, nuk ke nevojë për dikë që ti flasë. O Zot e bëra, drejtoj durrët si më thon nga Zoti edhe të fal, s'ka dyshim. Përveç se nëse i ke hyrë dikujt në hak si më thon atë, s'ta fal Zoti, pra duhet ta rregullosh raportin vetë me njeriu që i ke bërë padrejtësi. Ama nëse është le të themi bota e mëkateve, për shembull, ke bërë një gabim nga ato që thot Zoti se s'duhet bër, atëherë i drejtohesh Zotit, po. Dhe një komunikim i direkt është një lloj Ka një fjalë shumë bukur profetike, thot keqardhja e njeriu dhe ndjesia e tij se ka bërë gabim quhet pendim. Pra në momentin që ty të vret ajo që bëre, ti quhesh i penduar. Mjafton të thosh Zot më fal dhe e ka për të fal. Kështu që le ta quajmë këtë edhe një lloj mesazhi, një lloj Që mos të marrë mëkati peng është ideja. Pse duhet më marrë një mëkat mua peng? O Zot më fal e bër, o Zoti më fal. I drejtohesh Zotit dhe mbaroi historia. Po kur sheh për shembull i agjërushëm, Po. edhe i duke parë Instagram. Edhe dalin lloj çuditësh aty prishet. Kaloj, nuk prishet. Vetëm po u prishet. Vetëm po u prishet. Domethënë vetëm kaloj, se çfarë po shohim tani. Po, normalisht. Mesazhi jot për gjithë ata që janë agjërushëm dhe që kanë nisur këtë muaj tashmë se është e njëjtja Mesazhi im është ky. agjërimi. Qëllimi i agjërimit është korrektësia. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi që të jeni devotshëm. Devotshëm do të thotë ti je korrekt. Korrekt me krijuesin dhe korrekt me njerëzit, me krijesat. Qofse ne arrim në Ramazan, po edhe mbas Ramazanit inshallah, ta arrim korrektësinë, jemi shumë mirë. Sepse profeti alayhis salam tha, ka njerëz që agjërojnë, po nuk do të marrin për agjërimin vetëm se etjen dhe urinë. Po. Mos jetë agjërimi jon, agjërimi i etjes dhe urisë. Edhe ajo që ju e quani mos gaboj niyetin, është Qëllimi, po. Është që duhet kesh një Niyeti do të thotë ti para se me filluar Ramazanin duhet të jesh i qartë se çfarë do të arrish. e ke shpjeguar duket në një video ti, po. Vendosësh disa objektiva. Qëllim, Qëllime, po. Dhe për ato ti po themi që ti jesh i qartë. Po, që ti jesh i qartë. Dhe pyetja e fundit, ti për çfarë i ke këto qëllimet këtë herë? E para për të kënaqur Zotin, e dyta për të fituar xhenetin, e treta për të u falë mëkatet, e katërta për të përmirësuar veten. Që është një proces gjithmonë shumë i vështirë dhe është ai që na sfidon më E shumë. pyetën njërin, i tha, tha, sa vjeç je? Tha 70 vjeç. Tha, me çfarë merresh? Tha, merrem me rregullimin e vetes time. I tha, po 70 vjet, akoma ta s'kam arrit. S'kam marrë kam punë akoma. Aty ku synoj. Një kënaqësi shumë e veçantë që të kisha. E di që ishe shumë i ngarkuar, Ta di sidomos që në je këtë i ditë pari që po bëj emisionin e parë në Ramazan. Dhe të falenderoj shumë. Falenderoj Shumë edhe të uroj sa më lehtë këtë muaj dhe të shkoj sa më mbar. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që meqense jemi në fund, do dua të bëj një falënderim për sponsorat e Late Night Blog, të cilët na mundsojnë realizimin e këtij emisioni, që është Ujë Selita, kompania e cila na mbështet në këtë projekt, ashtu sikurse edhe kompanisë Eurolab me disa ronën, kompanisë Brunes. Por një falënderim të veçantë doja të bëja edhe për klinikën Eteris, e kam thënë shpesh, por po e rikujtoj edhe një herë tjetër që ka sjellë një trajtim revolucionar që përdorin dhe yjet e Hollywoodit për të pasur një mirëqenie dhe një rini që nis nga brenda. Therapeutic Plasma Exchange pastron plazmën nga toksinat në mënyrë që të ndiheni gjithmonë më të rinj dhe më në formë për të rikthyer energjinë e pastër të trupit vetëm tek Eteris Clinic dhe Hospital. Kështu që shfrytëzojeni këtë mundësi për të ndjerë sa më mirë. Faleminderit edhe një herë sponsorave tanë të programit dhe përshëndetje. And blonde, dreamy in the city when Tirana doesn't sleep.
night.